jetën tënë, se njeri është i pajisën me gjitha gjonat, universi. Ti, dhe me thonë, gjitha sfidave ju bën ballë. Vetja është oqeani me i thellë e me i pafund birë, nëse nuk e nje vetën. Se na, njetën e përdishme esim somnabull. I shikojmë gjonat në sipërfaqësi, i shikojmë gjonat në dukshmëri, jo në thellësi. Jo në thellësi. Ne nuk e njohim veten shumë. Nuk e njohim veten se njeri është kryekrej e vetvetes edhe njeri është ai që mundet me çu veten në piedestal, po mundet edhe me fundos veten. Ti në momentin që bë gjona të këqija ti e ka fundos veten. Je kundër vetes tonë. Do të mundohesh ta shikosh veten, por ajo është shumë larg, madje përtej syve tu. Vetja është oqeani me i thellë e me i pafund birë. Aty ku shfaqen magjit, aty ku edhe misteret e enigmat e kohës mund të gjejnë zgjidhje. Enigma do të thonë nëse diçka për neve duket e parëtshme, nëse ti e nje vetën edhe një aftësitë e tua dhe afinitetet e tua, ti mundesh me arrit. Po nuk arrit këtë të kapërcesh, nuk mund të jetosh birë. Nuk mundesh me jetu do të thonë i lumtur nëse nuk mundesh me lënë gjuhën pas, sepse jeta njerëzore është me lënë qëllime. Ne jemi ardhur në këtë botë me lënë diçka të mirë. Dhe këtë ti përpiqesh ta bësh përmes vargjeve, përmes shkrimeve, përmes artit, se tregova mirë edhe me arte të tjera. Po, këtu doja me muzikë apo? Po, me muzikë. Shohim këtu e kemi në piano apo? Kom përfundu pak edhe për solo këndim, po ma shumë për piano. E ke solo këndim, ke provu, do me thonë, me dalë në treg, apo vetëm për? Në fazë fillestare. Në fazë fillestare. Mirë, po dëshira tjera, pun tjera ditore tuja, si janë të lidhura? Çfarë bën tjetër për posë që shkruan? Përveç shkrimeve... Se shok tu edhe certifikata që keni marrë. Po, ka marrë mirë njohje, do me thonë, e vlerësime në Spanjë, në Indi, këtu në Patruja Shqiptare për djetë. Sepse këto ke marrë pjesë me ndonjë shkrim tuaj dhe je mirë. Po, pa tjetër. Është revista, do me thonë, Azahar, që në Spanjë, që disa vite që... Do me thonë, është përkthy, krimtaria juaj është përkthy. është përkthy, do me thonë, edhe në Itali, edhe në Angli, edhe në Spanjë. Nuk e kom marrë gjitha mirëjohet, po... Ti bëjmë pak më të qarta dhe të publiku, disa prej këtyre njojeve. Zakonisht nuk rri pasiv. Momentalisht rrjetet sociale nuk jem të i përdur si ma herë shkoku e angazhime, po e kam një kanal në YouTube. Aty publikoj gjona që mendoj se i konsideroj që mundet, se të publik mundet me jadon hakin, apo din. Aty publikoj ko pas kohë shkrime, arritje, publikoj instrumentale, muzikore, shka do që dikuj mundet me hynë punë, me mësu edhe kanë gratis. Do me thonë ti përpiqesh të hysh në treg